apo kështë më radhë. Dhe tek atëherë mund të jesh përdoruesi mirë i dijeve që tani ekzistojnë, se ti ke aftësi edhe me i filtru cilat dije ty të duhen. Mirë po, nëse ti bën pyetjet e duhura, gjen rrugtimet mbi bazën e dijes që e ki, atëherë ke me pas një eficiencë dhe një efektivitet më të madh. Unë e marr një shembull shumë të vogël me gjet një tekst të një autori në një libër caktuar në bibliotekë. Ndoshta nuk ki nevojë më me shku fizikisht, ja shton pyetjen dhe ai thotë në këtë libër, në këtë faqe, gjen diçka rreth temës që lidhet me paqen apo lidhet me krahasueshmërinë politike apo gjëra tjera. Dhe në këtë mënyrë faktikisht shpejtësia rritet, kreativiteti rritet, edhe rritet produktiviteti njerëzor me të cilën ne, edhe kjo është një potencim që e bëj vazhdimisht, që produktiviteti njerëzor është në ramje, dhe njëkohësisht është edhe popullata në ramje botërore, dhe kur popullata është në ramje, produktiviteti human është në ramje, na kresim rritje ekonomike, atëherë kush na mbulon këtë hapësirë? Këtë hapësirë na mbulon vetëm teknologjia. Dhe jo rastësisht ne jemi detyrimisht të lidhën me përdorimin e ngritjes më të lartë të automatizimit apo proceseve të cilat teknologjia na mbulon atë gap të produktivitetit. Për ndryshe ne kena me pas ngjecje. Do na zaventësojnë robotët. Nuk na zaventësojnë, ne kemi nevojë për më shumë njerëz, po s'kemi. Domethënë ty nuk të zaventëson përkundrazi. Ti ke shumë nevojë. Jo, kuptimi na zaventëson. Nuk na zaventëson. Do e marrin një hapësirë të veçantë. Ata marrin hapësirën që ne nuk e mbulojmë. Po hapësira që kërkohet për zhvillim ekonomik, botëror, rritje ekonomike, ngritje cilësisë jetës, neve na vijnë më shumë njerëz. Na si kemi ata njerëz në përbot, ne na vijnë më shumë fuqi punëtore, na nuk i kemi. Atëherë me që nuk i ki, këta njerëz që punojnë e që janë, duhet me pas edhe teknologji me vete, dhe na duhet mu përgatit për këta. Dhe meq, për shembull, Emiratet, princi i Emirateve ka kriju universitetin për inteligjencë artificiale. Na nuk kem kohë me prit, dhe unë nuk kom prit, unë e kom dërtu komplet, e kom integru inteligjencën artificiale në krejt strukturën e universitetet, dhe natyrisht jo rastësisht mujna me konë edhe të partë në Evropë, dhe nuk ka kur gjatë të keqe. Të partë në Evropë? Të partë në Evropë me një integrim të tillë. Nuk e ka kërkush një integrim të tillë në këtë për flas me përgjithësinë e plotë. Si ka qenë përqasja e institucioneve në raport me komunikimin që e ka me juve, me ndihmesën që duhet ta ketë me hapësirën, krijimin e kësaj hapësire, në raport me funksionimin e një modeli që është padyshim i veçantë, përse e takon arsimit? Na kemi nivelin që quhen kontrolla e cilësisë, sigurimi i cilësisë, menaxhimi i cilësisë dhe mandej edhe ekscelenca. Ne tash kemi mri ndoshta në nivelin e ekscelencës, nivele ku nuk kemi nal veç me aplicojmë kushtet me marrë licencën, aplicojmë kushtet minimale me marrë akreditimin. Unë mendoj që ne jemi kemi tejkalu këtë nivel minimal të kërkesës që shteti e bën, shteti i ka mekanizmat e vetë që konfirmon që ti mundesh me vazhdu studimet, je akredituar ose je licencuar dhe ato duhet mi kry, ka dhe kritere dhe na me shtetin i kemi këtë relacion dhe këtë punë e kry me respektojme edhe jemi shumë të kujdesshëm. Por në këtë fazë na nuk e kemi atë gajle, e na gajlen kryesore kemi qysh mu ranku sa ma shumë tash në nivellet botërore, qysh me vendos Kosovën në hartën botërore. Për shkak na kena arrit vjetë që si universitet i ndërmarrësisë që quhet Entrepreneurial University, ne në Evropë të shpallemi universiteti dytë më i miri në Evropë. Kjo për mua kënaqësi kur ne e themi që ka Evropa shumë shtete, ka shumë universitete, me mia universitete, po ti e ke në zonë vendin e dytë në botë, në Evropë. Ne kemi arrit që Kosovën ta fusim tek teknologjitë moderne, te inteligjencë artificiale, është një rankim botëror, cilat 50 universitete janë më të mira, ne kena në zonë vendin e 26 në botë. Domethënë ne UBT është 26 në botë për generative AI. Ne kena aplikuar në një rankim tjetër ku ka të bëjë me industrinë 4.0. Edhe jena dalë numër 6 në botë, prej 50 universitete më të mira që janë zgjedhur. Ne jemi në pozitën e 6 në botë. Domethënë kemi fut Kosovën në teknologji, në inovacion, në ndërmarrësi, në cilësi, në shkencë, në rankimet botërore më të larta. Dhe këtu e kemi hallin, këtu e kemi dëshirën, këtu e kemi motivimin që tash të arrisim numrin e studentëve regional, të arrisim andej faza tjetër do të jetë rritja e studentëve ndërkombëtar. Ne dëshirojmë që Kosovën ta bëjmë vend ku studentët ndërkombëtar vinë dhe studiojnë, dhe jo vetëm nga vendet që s'kanë mundësi. Sa është reale kjo? Është shumë reale. Tash këtu shteti mund të jetë një kontribues më i madh, që të jep mundësinë të zgjerimit edhe të ketë mundësi që ne të rrisim, sepse me kriteret që kemi,
me rankimet që i kemi, me çmimin që e ofrojna, me cilësinë që ofrojna, numri i interesimit është shumë i madh. Ne mund vërtet jo 12.000, po na mund t'i vojmë 50.000 studentë. 50.000 studentë, sepse ka universitete edhe 50.000 e 100.000. Dhe faktikisht kish me qenë e bukur, nëse në qytetin e Prishtinës, na kemi 20-30.000 studentë huj që vinë e studiojnë. E kur studiojnë ata janë dhe ambasador të Kosovës në vendet e ndryshme të botës. Dhe këtë mundësi na sot e kemi dhe ka shumë interes me ardhë. Mirë po, ka procedura e vizës, procedura e njohjes, procedura e numrit të limitum të studimeve shumë e tjera, të cilat duhet tash ne ta zhvillojmë, sepse realisht gjithë parakushtet janë që ta zhvillojmë turizmin e akademik në Kosovë, për shkak se tash nuk kemi më që veç marrëm e shkojmë dikun e livdome me një diplomë të ujën, na tash krenomi edhe pozicionomi me identitetin ton e që në fakt ka një reputacion global. Për te kësaj e fundit, por jo nga rëndësia, ju keni hapur, ka shumë vite që keni hapur shumë zyre dhe shumë natyrisht përfaqësi, laboratore, edhe në për Evropë, në për qendrat ndryshme. Po jo vetëm Evropë, unë me sa e di ju keni edhe në lindjet mesme, edhe në Dubai keni qenë aktiv, edhe në Vjenë jeni aktiv, edhe në Gjermani keni qenë aktiv, edhe në për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në për Mbretëri të Bashkuar. Sa kanë qenë funksionale këto?